Deti sot është më i heshtur. Në Kala mungon një hap, një buzëqeshje, një njeri që i përkiste horizontit. Na u ndan nga jeta Bërhan Buro Karamanaga, detar me nam, kalali i rrallë, njeri i detit dhe i fjalës së dhënë. Koha do të kaloj, por kujtimi për Buron do të mbetet përgjithmonë në mendjet dhe në zemrat tona. Ai ishte një detar me nam, pjesa asaj tradite të lavdishme të detarisë ulqinake, që ndër shekuj e ka bërë ulqinin të njohur në limanet e Adriatikut, Jonit dhe Mesdheut. Familja Karamanaga nga Kalaja e Ulqinit ka qenë një nga familjet më të njohura detare dhe Bërhan Buro Karamanaga ishte padyshim një nga përfaqësuesit e kësaj plejade të artë. Ai u lindi, u rrit dhe jetoi në Kala me rrënjë të forta, me gjene agallarësh dhe kapidanësh, me detin në gjak dhe në shpirt. Buroja i kushtoi jetën detit. Për shumë vite ai navigoi nëpër dete dhe në oqeane me anije të mëdha teoqanike, duke e çuar emrin e Ulqinit larg anë mban botës. Edhe pse në fund u ndan nga kjo jetë larg barkave dhe anijeve, mendjen dhe shpirtin i kishte gjithmonë në lundrim. Deti ishte dashuria atij e madhe, edhe ikja atij ndodhi në një ditë të ftohtë janari, me erën që detarët e quajnë Grego Levant, sikur vetë deti ta përshëndeste për herë të fundit. Buroja la pas një zbrasti të madhe te familja, te miqët dhe shokët e tij në Ulqin, në Maltëzi, në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo në botë ku kishte lënë gjurmë. Ai ishte një njeri i rrallë, një personalitet i veçantë, i qeshur, elegant, gjithmonë korrekt në sjellje dhe shembullor në punë, në hoteleri, turizëm dhe në çdo anije ku shërbeu. Një kujtim i veçantë i tij mbetet edhe sanalli i bukur në Kaceme, i punuar dhe i rregulluar me duart e tij të arta, ku ai kalonte orë të tëra duke shijuar qetësinë dhe bukurinë e detit. Nga të parët e fisit kishte trashëguar edhe aftësinë e rrallë të punimit të velanijeve, trashëgimi e çmuar e detarisë ulqinake. Velania punuar nga vet Buroja do të mbetet për jetë kujtim në shtëpi e tij. Unë kam qenë detar e di si vjen kjo gjë. Mu është duk bukur. Për mu është duk. A për qytetarët tjerë zdi se e ka hallë. Nuk ishte i funksionu se s'ka turista. Nuk janë ata turistat që kanë qenë dikur. Ta janë turista, si me ju thanë, ma keqe si mund me qenë sezona turistike në qenë. Ma tepër ka pi Kosove. Ka të hujt, për ma tepër ka pi Kosove. Unë punoj me turistat hujt. Unë vozis turistat i shtëpisë teme. I qajnë Vardanas, i qajnë Kroç, i qajnë Bun. Ku të dojnë ata? Pa bela pa fillon ma mirë, se kështu ishë shumë keq. Ke ishë katastrofë. Pa në që se vazhden kështu zdish si me ju shpjegu, ma keq zbahet. E ma pak pare se ka me fitu Ulqini asesi, konkurencë s'kena kërkëm. Për turista s'vinj, pa s'kena konkurenta. S'mut me nga ba tivari për shembull se i kena një të afrë, s'mut me nga ba konkurencë. Shqipnia pa. Shqipënia, a di që ishë ba Shqipënia mëj, badhë rrugt, pa di që i kaj marinat, atë kunalën vapart, në Durës, fantazi, unë kam kalu ta në botën. Në më thanë s'ka asë një arhitekt si këtë vjen fije, ka që keqë e kanë punu, ka që keqë e kanë ba me material të keqë. Pa tu vinë të dhazet ka 6 metrat mënjë. Se unë jetejnë të në Kala, shof. Turistat çuditen, se këtu dikur turistat kanë ba qef. Janë la, kanë qërinoj, kanë shatrit në përmole, kanë pa barkat bukra. Si me ju thanë, turistat kanë ba qeftu, nuk ishë vetëm plazha mula, ka qenë ishë la e të në mole. Atë marinën i vogël e kanë ba s'mot me hy një sanallë i vogël, të thehen barkat.
Me ndarjen nga jeta të Burhan Buro Karamanagës, Kalaja humbi një njeri të vetin, një detar të ndershëm dhe një karakter të rrallë, por fryma e saj detare vazhdon të jetoj. Buroja la pas kujtime të çmuara, vepra dhe një emër që do të përmendet gjithmonë me respekt. Ai do të mbetet pjesë e historisë së Kalaz dhe e traditës detare të Ulqenit, si njeri që jetoi thjesht, me dinjitet dhe me dashuri të madhe për detin, u preht në paqe.